Ashtu si dhe ishte paralajmëruar, ka nisur ditën e sotme në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm këtu në Korçë, bojkoti të gjitha çështjeve gjyqësore dhe hetimore të nivelit civil dhe penal, bojkoti i cili do të vijojë edhe në datën 10 tetor. Pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë, situata ka qenë e qetë gjatë ditës së sotme, ndërsa nuk ka pasur njerëz të painformuar për bojkotin në pritje të zhvillimit të seancave gjyqësore. Vendimi për këtë bojkot është marrë nga Komiteti Drejtues i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë, i cili vendosi një zëri që të bojkotojë të gjitha proceset hetimore dhe ato gjyqësore për çështjet penale, civile dhe administrative në të gjitha nivelet e gjykimit për datat 9 dhe 10 tetor 2025. Gjithashtu, Dhoma e Avokatisë sqaron se bojkoti është një thirrje për të gjithë opinionin, politikën shqiptare, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, si dhe palët ndërgjyqëse, që të angazhohen me përgjegjësinë maksimale për sigurimin e jetës dhe shëndetit, si dhe të veprimtarisë dhe aktivitetit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve në ushtrimin e detyrave të tyre në realizimin dhe funksionimin e drejtësisë.